Ish ministri i transportit Edmond Haxhinasto ka zhvilluar një takim me të rinjtë e LSI-s në qytetin e Elbasanit. Ky takim zhvillohej në kuadër të ditës së themelimit të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim. Haxhinasto inspektoi punimet që po bëhen në infrastrukturën e shkollës Luiq Gurakuqi dhe për disa minuta ju bashkua grupit të punës. I shoqëruar nga nënkryetari i LSI-s për Elbasanin si dhe të rinjtë të LRI-s, organizatës rinore. Haxhinasto theksoi se arsyeja e takimit është përkujdesja ndaj qytetarëve dhe për këtë arsye takime të tilla po zhvilloheshin në çdo qytet të Shqipërisë. Është ditëlindja e LSI-s. Përgjithsisht partitë në ditën e themelimit tyre ka një reflektim për arsyet e ekzistencës tyre, për arsyet e themelimit. Edhe ne si LSI, edhe organizata rinore, LRI-ja, jemi këtu edhe për të reflektuar mbi arsyen e themelimit ton, të krijimit ton, që është në fakt përkujdesja ndaj komunitetit, përkujdesja ndaj qytetarëve. Sot në të gjithë Shqipërinë po zhvillohen aksione të ngjashme, si ky këtu në shkollën pedagogjike, me qëllim që jo vetëm të japim mesazhin që ne vazhdojmë të jemi forcë politike me prioritet, me objektiv kryesor shërbimin ndaj qytetarëve, por dhe për të bërë punë konkrete. Unë përfitoj nga rasti për të falenderuar gjithë anëtarët e LRI-s që kanë marrë pjesë në aksionin e sotëm, për të pasuruar, për të sistemuar dhe për të asfaltuar të gjithë mjediset rreth shkollës Luiq Gurakuqi. Pavarësisht rreshjeve, së bashku me të rinjtë, Haxhinasto ju bashkua punës që po bëhen nga ta dhe punonjësit e pastrimit, ndërkohë që puna vazhdon për përfundimin e shtrimit të oborrit të shkollës Luiq Gurakuqi.